Sara Hoxha ka rrëfyer së fundmi një nga momentet më të vështira që ka përjetuar si nënt pas ndarjes nga Ledri Vula. E ftuar në një intervistë, ajo ka folur hapur për raportin me vajzën e tyre, Poem Blue, dhe pyetje delikate që fëmijët bëjnë në situata të tilla. Ajo tregoi se ishte pyetja më e vështirë që kishte bërë vajza, ishte pikërisht për ndarjen e saj nga Ledri. Një pyetje shumë e vështirë që Poe më bëri para pak kohësh është se pse jam ndarë unë dhe Ledri, u shpreh ajo gjatë intervistës. Mëtej Sara shpjegoi se kishte zgjedhur të përgjigjej vajzës me sinqeritet dhe me një gjuhë të thjeshtë që ajo ta kuptonte lehtë. Ajo kishte treguar se marrëdhënia mes tyre nuk po funksiononte më dhe nëse nuk po merreshin vesh si më parë. Sipas Sarës, vajza kishte këmbëngulur mëtej duke e pyetur: "Po ju mund ta rregulloni?" Kjo pyetje siç ta kuptohej ajo, kishte qenë edhe më emocionuese për të si nën. Sara tha se kishte shpjeguar Poemës se kishin provuar ta rregullonin marrëdhënien, por nuk kishte funksionuar dhe se ky ishte vendimi më i mirë për të gjithë familjen. Në fund ajo theksoi rëndësinë e komunikimit të hapur me fëmijët në raste të tilla. Sipas saj, sa më qartë të shpjegohet realiteti i fëmijëve, aq më lehtë e kuptojnë dhe e pranojnë situatën, pa mbetur me pyetje apo pa siguri që mund të ndikojnë emocionalisht. Nga ana tjetër, Sara ndër të tjera deklaroi se komunikimi me Ledrin është mjaft korrekt dhe flitet vetëm për sa i përket vajzës së tyre. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.